Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë fjalës së tij në Shkodër, ku përmbylli fushatën elektorale, deklaroi se pas 11 maj do të hapet një kapitull i ri. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se gënjen kur flet për investimet në Shkodër. Me 11 maj do të firmosin një kapitull të ri në historinë e Shkodrës dhe historinë e Shqipërisë. Do të ndahen miq me një diktaturë të cilën Europa në shekuj dhe mijë vjeçar nuk e ka njohur. Europa ka njohur të gjitha llojet e diktaturave, por jo kurrë narkodiktaturën. Narkodiktatura e vendosur këto 12 vite ishte formë mizore, pa shpresë, formë e egër, si çdo diktaturë tjetër. Erdhi me një thes me rrena, edhe mendoi se do mund të rrej Shkodran. U sull 8 muaj në fushat nga takimin takim, duke bërë xhonglerin, duke bërë hokatarin, duke bërë banalistin, me një fushat banale, bajate, dhe vetëm gjë që s'bëri s'da kur shpjegim se ku shkuan 130.000 euro baras me 812.000 pensione të djegësit të Tiranës. Ku shkuan ato? Ku shkuan? Në Europë shkohet me ideale demokratike. 11 maj është dita që ju firmosni për integrim në Shkodrës dhe Shqipërisë në Europë. Me 11 maj, Shkodra dhe Shqipëria hap një kapitull të ri. Ndahet nga një diktaturë, rivendos dinjitetin e qytetarëve, mbi të gjitha, kthen shpresën, kthen besimin, kthen dinjitetin, kthen të ardhmen e qytetarëve të vetë, kthen të ardhmen, shpresën dhe besimin tek Shkodra dhe Shqipëria. Kryetari i Partisë Demokratike nuk la pa përmendur edhe çështjen e nëngratës nga Shtetet e Bashkuara, teksa shprehu mirënjohje për presidentin amerikan Donald Trump, që sipas tij prehu kokën gjarpritësorës në Washington. Miq, e ndëgjuat vetë lajmin. E vërteta triumfoi. Një mirënjohje të pakufishme për presidentin Trump që i preu kokën gjarprit Soros në Washington. Po një mirënjohje thellë për të gjithë ju që qëndruat, nuk u mposhtet, edhe në kohërat më të vështira ju votuat Partinë Demokratike. Nuk pafundësisht mirënjohjes mbetëm mbaj jush. Berisha takimet elektorale të së premtes i mbylli në qytetin e Lezhës, ku kërkoi mbështetje për Partinë Demokratike dhe koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore.